Ish themeluesi e UÇK-s, Recep Selimi, ka mbajtur këtë të mërkur fjalën e tij në gjyqin e Hagës. Selimi deklaroi se shpreson që kjo të jetë hera e fundit që mban fjalën në këtë gjyq dhe të shërbejë ky proces si një mundësi e mirë për drejtësi. Themeluesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka deklaruar se lufta çlirimtare nuk mund të barazohet me shtetin vrasës të Serbisë. Ai theksoi se historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më pak në një sallë gjyqi. Është hera e tretë edhe shpresoj të jetë e fundit që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbejë gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Në Kosovë nuk ka pasur kurrë asnjë parti politike shqiptare që ishte kundër pavarësisë. Dhe rrjedhëmisht asnjë që e mbështeste ndonjë autonominë në Serbi. Të gjitha partitë politike shqiptare ishin për pavarësinë, ashtu siç ishte edhe vetë qëllimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ta paraqesesh mbështetjen për pavarësi si kërkesë radikale dhe autonominë si moderne, është një sulm jo vetëm ndaj historisë Kosovës, por edhe ndaj të ardhmes së saj. Sikur prokuroria përpiqet të na ndajë shqiptarëve mes veti dhe ta barazojë UÇK-n me krimet e Serbisë. Askush nuk mund ta bëjë asnjërin e as tjetrën. Lufta çlirimtare nuk mund të barazohet me shtetin vrasës të Serbisë. Ta barazosh rezistencën e një populli të shtypur me një plan kriminal do të thotë ta vendosësh në të njëjtin nivel rezistencën e të shtypurit me projektin e shtypsit. Ky barazim nuk është vetëm i pasakt, por thellësisht i padrejtë. Të përpiqesh të ndërhysh me qëllim në ndryshimin e fakteve historike përmes akuzave me pretendime të shtrëmbuara, është thjesht të përpiqesh ta rishkruash historinë. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më tepër në një sallë gjyqi. Historinë e Kosovës e kanë shkruar me çmimin e sakrificës qytetarë të saj. Ndër të tjera, Selimi u shpreh se nëse lufta do të vazhdonte dhe sot e kësaj dite, ai do të vijonte ende të ishte ushtar i UÇK-s në mbrojtje të atdheut. Ish kreu i UÇK-s deklaroi se drejtësia që nuk mbështetet mbi të vërtetën lëndon për herë të dytë viktimat e luftës.